postimit. Postimi I radhës është në fakt një hadith I mirë I transmetuar në Sahih El-Jami numër 60D6. I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush kërkon falje, bën istighfar për besimtarët dhe besimtaret, Allah I shkruan atij për çdo besimtar dhe besimtare nga një vepër të mirë, nga një sevap. Se përket këtij hadithi, dhe shumë prej dietarëve e konsiderojnë hadithin e dopt, por Sheh Albani rahimullahu taala e konsideron hadithin e mirë. Po edhe nëse nuk vërtetohet si hadithi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur thomi si hadith, si fjalë e tina direkt e thon prej tina, mirë po kuptimin ka thon dietarët dhe shpërblimin I shpresohet njerëzve që ta marrin. Për shkak se kjo përputhet me ajetet në Kur'an, me duat e pejgamberëve që I kanë bë, që Allahu azza wa jalla I ka përmend në Kur'an. Para Allahu azza wa jalla ne dim se e urdhoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Kur'an dhe I tha: fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dio Muhammed sallallahu alaihi wasallam se nuk ka të adhuruar tjetër me merit posa Allahut azza wa jall, wastaghfir li dhanbika, dhe kërko falje, pra bën istighfar për gjunahet e tua, walil mu'minina wal mu'minat, edhe për besimtarët dhe për besimtarët. Allahu azza wa jall tregon për Ibrahimin alayhis salam. Çka tha Ibrahimi alayhis salam? Rabbana ighfir li wa li walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. O Zot, më fal mua, Zoti jon, më fal mua. Rabbana ighfir li, fali prindët e mi. Wali walidayya walil mu'minin, fali besimtarët. Yawma yaqumul hisab, ditën kur do të bëhet llogaria. Allahu azza wa jall tregon prap për besimtarët e mirë prap. A shohim se sa ajete vëlla ka që Allahu azza wa jall nxit që ne të kërkojmë falje jo vetëm për veti, por të kërkojmë falje edhe për besimtarët dhe besimtaret. Allahu azza wa jalla tregon në surën Hashr kur thot: "Walladhina ja'u min ba'dihim", ata të cilët erdhën pas tyre, pra besimtarët e mirë që erdhën pas gjeneratave të mira, për besimtarë, yaquluna rabbana ighfir lana, thuan: o Zoti jon, na fal neve, fali vëllezërit tonë të cilët na te kaluan neve në besim, pra ishin besimtar para nesh. Rabbana wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu, Rabbana innaka raufur rahim. O Zoti jon, na I pastro zemrat tona nga hasedi, mos të kemi fare xhelozi, hased ndaj atyre të cilët besuan, ndaj besimtarëve. Rabbana innaka raufur rahim. O Zoti jon, ti je me të vërtet I butë I dhe je falës, mëshirues. Pra Allahu azza wa jall shumë ajete, edhe Nuhun alayhis salam e ka përmend në surën Nuh. Allahu azza wa jall thot në surën Nuh kur tregon: Rabbi ighfirli wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidi adh-dhalimina illa tabara. O Zoti im, më fal mua, fali prindit e mi. Çve? Dhe thot çdo besimtar I cili futet në shtëpinë time. Çdo besimtar I cili futet thot në shtëpinë time, o edhe mos u ashto pa besimtarët përveç se shkatrimin dhe dështimin. Prandaj transmeton Abdurrazzaq musannifin e tij rahimahullahu taala nga Ibn Jurayji, I cili thot se e pyeta Ata ibn Abi Rabah radhiyallahu taala dhe I thash: a duhet kërkoj falje për besimtarët? Ta po. Allahu azza wa jalla ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thot me kërku falje për besimtarët. Ajetin që e përmenda më herët. Thot dhe është e obligume për njerëzit. Pastaj thot Ata, thot Ibn Jurayji e pyeta Atan dhe I thash: po ti në çdo namaz tondin farz lutesh për besimtarët, a e ke lënë ndonjëherë mos lutesh për ta? Tha jo. Po tha Ibn Jurayji: a lutesh spari për veti apo për besimtarët? Pas pari normal që lutet për veti, për shkak se Allahu azza wa jalla I tha pejgamberit kërko falje për vete, për gjunahet e tua, pastaj tha kërko falje edhe për besimtarët dhe besimtarët. Kështu që shpërblimi I shpresohet besimtarit. Bile kur lutet që Allahu azza wa jalla ta falë një besimtar, ne e dim hadithin që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kush lutet për vllahun e tij në mos prezencën e tij, meleket çka thojnë? Bëjnë amin dhe thuan edhe ty e njëjta gjë. Siç lutesh për vllahun tënd, Allahu azza wa jall ta mundsoft të njëjtën edhe ty. Meleket I luten
A melekët duaja A normal se doja e melekëve pranon. pranohet, domethënë pa dyshim te Allahu subhanahu. Shembullun e tham, o Allah, mos prezencë, kur jam në vetëmi, tham, o Allah, hoxhën sa vodin, shpërblej me xhenet. Amin, amin. Po që kjo, E meleku, ja man thot, amin edhe ti, ja. amin edhe ti. Atëherë të bëjmë dua për njëri tjetrin, shikues. Edhe mos lutesh për vetit, lutesh për vllahun ton, mjafton për shkak se të thehet e njëjta. Amin, Amin, ya rabbal alamin. Pra, Ne hadithi fal gjunat, ja Rab.